Policia rrugore vendos mbi 15.000 gjoba në Tiranë javë të fundit, 26 arrestuar. Policia rrugore intensifikon kontrollet në të gjithë qarkun e Tiranës, si rezultati të cilave u arrestuan, proceduan 26 shtetas dhe u vendosën mbi 15.000 masa administrative gjatë javës fundit. Në vëmendje të kontrolleve janë dhe automjetet, të cilat zën hapësirat e dedikuara për lëvizjen e lirë të automjeteve të tjera dhe automjetet e tonazhit të rënd. Gjatë kontrolleve parandaluese me qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve, Policia rrugore DVP Tiranë ka arrestuar, proceduar 26 shtetas për vepra drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt dhe shkelja rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithashtu, gjatë javës së fundit janë vendosur gjithsej 15.637 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor mesatarisht, 2.233 masa në ditë. Mëtej, gjatë javës janë tërhequr me mjet ngritës 10 automjete që kishin penguar lëvizjen e lirë të automjeteve të tjera, janë bllokuar 25 automjete për shkelje të ndryshme rrugore, si dhe janë vendosur 174 masa administrative ndaj mjeteve të tonazhit të rënd, autobusave dhe furgonëve. Policia rrugore apelon për të gjithë përdoruesit e rrugës të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të mos kryejnë parakalime të gabuara dhe manovra të rrezikshme në rrugë, të mos drejtojnë mjetin nën efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur, si dhe fton qytetarët të denoncojnë çdo shkelje të qarkullimit rrugor, duke ju garantuar agim të menjëhershëm.